Del Taulan Balla dhe thot, pyesni ChatGPT-n, thot. S'ka ndodhur ndonjëherë, po unë prapë thot Taulan Balla, nuk flas keq për gjykatësit dhe për prokurorët, si janë ban Taulantit, se ka frikë se përfundon si gjithë të tjerët. Tani, nuk e shmangni dot daljen para drejtësisë, e keni të kotë. Ky është një ndryshim historik. Kështu që ndajni mendjen, dilni çdo ditë siç po ndodh, bashkëpunoni me drejtësinë, sepse ju ka ardhur fundi. E dëgjoj shpesh këtë deputetin që për të bërë interesant për rrjetin e tij social, bërtet dhe kujton se është interesant edhe kur ja fut kot. Ti, kur të përmendesh emrin tim, laj gojën, po bëje gargarën me ujë të kripur Vlore, se po u pendua Lulbasha, do të tregoj se sa para i ke dhënë për të marrë mandatin 2017. Kaq ti. Dakord? Kujdes se mos të bën të penduarin Luli. Faleminderit.